Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim në emisionin e përjavshëm nga Kalaja në televizionin Fox News. Ditën e sotme faktikisht kam zgjedhur të trajtoj një temë teje delikate për sa i përket ashtu quajturës lufta e tretë botërore. Nga shumë kush është quajtur e tillë, por sigurisht nga një pjesë tjetër janë më të rezervuar dhe mendojnë që akoma nuk ka trokitur lufta e tretë botërore, por varet në çfarë këndvështrimi do e shikojmë. Gjithsesi, për diskutuar për këtë çështje, unë nuk kam një panel si herët e tjera, por kam zgjedhur të bëj një intervistë tek e tek me një njohës shumë të mirë, i cili nuk lën gjë pa lexuar, por edhe pa studiuar, është një njohës shumë i mirë i gjeopolitikës, ose më saktë një çështje shumë delikate që flitet pak ose as pak të një shteti që quhet Izrael. Më lejoni t'ju prezantoj avokatin Altin Goxha. Mirëmbrëma, avokat. Mirëmbrëma, kënaqësi Aulon dhe vlerësoj që më ke ftuar në personale, se vetëm unë jam. Po, patjetër, sepse këtë kam menduar domethënë gjatë gjithë këtyre ditëve, që në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Izraeli godasin Iranin. Irani, një shtet shumë i rëndësishëm, duhet thënë, që përfaqëson persët e dikurshëm, një shtet i cili nuk është thyer kurrë, por nga ana tjetër tani përballet me një furi bombardimesh. Tani ne nuk e dim të vërtetën se sa bomba ka rënë Iran, sa raketa ka rënë Iran, ose si është kundërpërgjigjur Irani, sepse më të thënë drejtën sa e mirë është inteligjenca artificiale, aq e keqe është nga ana tjetër se ne nuk arrim të kuptojmë dot ku është fake news dhe ku është lajmi i vërtet, pra lajmi rrem dhe lajmi i vërtet. Por me sa duket në këto kushte po zhvillohet edhe lufta. Një luftë e re, nuk e di nëse për ty është një luftë e tretë botërore. Të thua që është lufta e tretë botërore, kjo kërkon shumë guxim. Po. Për faktin se ende nuk kemi ndonjë dhënë të përfshirjes atyre që e bëjnë luftën e tretë botërore, që është Kina, Rusia dhe Amerika dhe Europa. Janë 4 fuqitë të cilat e përcaktojnë luftën e tretë botërore. Domethënë, po ta shohësh, ne kemi vetëm Amerikën përballë Iranit për moment. Dhe kur llogarit Amerikë-Izrael si koalicion, dhe fakti që Irani ka goditur gjithë vendet e rajonit, Irani është izoluar. Pra, Irani nuk ka gjetur dot, në strategjinë e vet ushtarake, ndonjë element që të përcaktoj për një zgjerim konfliktit favor të saj. Por thjesht për të rritur koston e konfliktit ndaj saj, në çdo të thotë. Po të shohësh mënyrën se si ushtria iraniane godet me raketa dhe me dron vendet fqinje dhe bëhet fjalë që përfshihen në rrezën e veprimit të aktiv 12 vende, nuk është pak. Pra Irani ka hapur, ka bombarduar 12 vende. Po, në arsyetimin që unë po godas interesat amerikane në rajon, dhe izraelitë në rajon. Pra godas bazat e Mossadit, bazat ushtrisë amerikane, godas Izraelin, godas dhe ai të gjithë hotelet, pra gjithë infrastrukturën civile, ku janë të zhvendosur ushtarët amerikanë apo CIA apo Mossadi. Kjo është arsyetimi që bën Irani. Por kjo mënyrë goditje nuk është zgjerim i luftës drejt luftës tretë botërore. Është zgjerim i luftës në raport me koston që ka Irani, në raport me Amerikën dhe me Izraelin. Domethënë, ne do të kishim diskutim për luftën e tretë botërore, nëse do të kishim ngjarje dhe zhvillime në Ukrainë, në raport me Rusi, Ukrainë, dhe nëse do të kishim ndonjë alarm për Tajvanin, në raport me Kinën. Qartë. Natyrisht kemi një moment që duhet e pa me vëmendje rasti Pakistan, Afganistan, që është një konflikt i ri, do ta quaj në kuptimin e pritshmërive të mëdha globale. Është konflikt i ri. Domethënë, nuk ka pasur paqe, po nuk ka pas as luftë. Qartë. Gjithmonë është pritur një raport i Pakistanit me Indinë. Domethënë, neve kemi këtë realitet në këtë moment. Pra, unë nuk shoh atë që shohin shumë njerëz, që është lufta e tretë botërore, sepse nuk matet lufta e tretë me zgjerim konflikti. Dakor, e kuptova. Altin, do doja të bëj pyetje drejt për drejt. Shteti i Izraelit, ç'është përfaqëson këto momente në botë? Ç'është ky shtet që po ta shikojmë në pamje të parë, në momente delikate ose kruciale godet me raketa shtetet e tjera? Unë mund ta them me plot gojë që ne jetojmë në një botë të rreme, gënjeshtrash, që është projektuar në dekada shumë mbi një shekull. Historia fillon vitin 1885, kur Rothschildët financojnë një lëvizje
politike botërore dhe ideologjike që programoi botën e sotme, që quhet shoqëria Fabian, që në logon e tyre kishin një ujk i veshur me lëkurë deleje. Që ke koncepti një ujk me lëkurë deleje, ky quhesh fabianizëm, ose ndryshe që quajmë ne socializëm globalist. Pra socializëm globalist. Ky është fabianizmi. Dhe gjithë fytyra e historisë civilizimit perëndimor, nga vitimi 885, filloi të marrë këtë formën e fabianizmit. Vetë Bashkimi Evropian është ndërtuar mbi këtë ideologji. Sorosizmi është forma më tipike e fabianizmit. Globalizmi është fabianizëm. Po çfarë është fabianizmi? Fabianizmi është, si thosh, alternativa perëndimore e bolshevizmit, e marksizmit. Janë pra dy ideologji, marksizmi dhe fabianizmi. Marksizmi nga judeu Karl Marx, i cili ishte nip i familjes Rothschild, pasi edhe Marxi, edhe Rothschildet e kohës vet janë nga një të gjysh. Dhe po ashtu kemi fabianizmin, po të financuar nga këta, që i dha fytyrë perëndimit. Pra kemi një botë që ndërtoi marksizmin, që vrau qindra milion njerëz si ideologji, dhe ku kemi raste Rusisë ku të krishterët u vranë dhe u masakruan, pikërisht nga kjo ideologji judehe, sepse e kanë quajtur marksizmin jo jude. Marksizmi është jude si ideologji. Erdhi dhe në Shqipëri formën e vet, po është jude. Po ashtu dhe fabianizmi, në të gjithë themelet e formës vet është jude. Edhe ideologjitë e pas luftës së dytë botërore janë jude. Pse ka rëndësi kjo gjë? Ka rëndësi për të kuptuar që gjithë bota pas luftës së dytë botërore ishte tashmë zyrtarisht nën kontrollin e familjeve shumës Rothschild and Co. E të tjera, të cilat ishin familje jude në sistemin bankar, në sistemin politik, në sistemin ideologjik, në sistemin financiar, në sistemin ekonomik dhe kudo tjetër. Pra bota është e pushtuar nga një lobi fuqishëm, që ka përcaktuar të gjithë historinë tonë dhe na kanë thënë gënjeshtra pafund me këto teoritë NATO, Amerikë, Traktati i Varshavës. Të gjitha këto janë projeksione të një realiteti gjenetik, ADN e këtyre historive, që e përcakton ky lob. Amerika, siç u përcaktua nga një kandidat republikan në vitin 1992, që ishte një kandidat në primare kundër George Bushit, para se shkonte ke Clintoni që do ishin zgjedhjet e nëntorit, pra në kohën e marsit, doli në Capitol Hill, që është, si thosh, termi që përdoret për Amerikën, që është vendi ku është përfaqësimi, deputetët, më fal, kongresmenët, senatorët, Capitol Hill, pra, dhe doli një tabelë, në tabelë shkruante: tokë e pushtuar e Izraelit. Kuptimi i kësaj gjëje kuptohet sot nga njerëzit, por është thënë në vitin 92. Unë rastësisht në vitin 93 kam pasur fatin që të lexoja një literaturë, se më hapi syt dhe thash mbylli syt Altin, si ke titulli i filmit të Stanley Kubrick, që më mirë të më bëj sikur se di këtë gjë, që jam qenë i qartë duke lexuar librin Komploti Botror, që bënte një shpjegim perfekt, ku autori u vra brenda një viti, u zhduk nga faqja dheu, nuk u gjet kur autori, se ku kishte vajtur, kishte përfunduar, thjesht u zhduk. Pra u doq nacit, si përdoret termi. Dhe më vonë në vitin 2002 kur shkova në Amerikë, u sqarova. Dhe u sqarova në mënyrë shtëruese se si funksionon bota. Amerika është e pushtuar nga Izraeli. Lobia i pak është një lob që ka kontroll plot mbi politikën amerikane, dhe unë kujtoj 3 detaje për të shpjeguar publikut. Detaji i parë është Donald Trump kur bëri bombardimin në mbas luftës 12 ditore të Izraelit në Iranit, bëri bombardimin e tij të famshëm me 2 aeroplanë, impjanti nuklear në Thojza. U mori një iniciativë për shkarkimin e Donald Trumpit në Kongres. Trumpi mori plus 200 vota demokratësh, që ishte mesazhi i AIPAC-ut. AIPAC-u është lobi jude mbi Amerikën. Mori një mesazh që ne të japim vota demokratësh për të netur në pushtet, por ne të heqim dhe vota republikanësh, po të duash, sensi po nuk u solle mirë. Për të treguar që Trumpi mund të shkarkohet nga çast në çast nga këta në çdo çast. Dhe këtë fuqi e kanë nëpërmjet Kongresit, që është impeachmenti që bëhet dhe që i kanë mjetet për të filluar shkarkimin e tij. Ajo që ndodhi është që njerëzit harruan që vetëm para 2 javësh, 3 javësh, një person, një djalë i ri, ky është sinjali i dytë, një djalë i ri u kap dhe u azisua në dyert e Mar-a-Lagos me armë për të azisuar Donald Trump. Në fakt nuk ishte një atentator. Ishte thjesht një kamikaz mesazh.
Në Amerikë ka një histori që shpjegohet që vitet 60, që përcakton dhe vrasjen e presidentit Kennedy dhe kandidatit Kennedy, 63-68. Kemi, si thosh, një histori të atentatit në Donald Trumpit në vitin 2024 në Korrik, ku qartas diskutimi bëhet për atë që quhet termi MK Ultra. MK Ultra është një operacion i sofistikuar psikologjik që prodhon CIA dhe shërbimet sekrete për të bërë lavashtruri në një individ caktuar për ta çuar për të bërë një akt kamikaz, i cili nuk është në gjendje të kuptojë mbasi ka kryer se çfarë ka bërë. Dhe kjo shpjegon edhe shumë histori në raport me dokumentacion të zhvilluar tash para Kongresit Amerikan, dhe personi që vajti në Mar-a-Lago ishte një mesazh për t'i thënë Donald Trumpit, ti edhe mund ta zgjesohesh. Ishte një mesazh nga izraelitët. Gjithmonë nga ky lobim që kontrollon CIA, kontrollon Mossad, por që në thelb edhe Pshteni, edhe këta të gjithë janë pjesë jo të shteteve, pra jo të Mossadit të Izraelit, jo të CIA-s Amerikës, por të një fuqi edhe më të madhe që i kontrollon këto fuqi, e cila, siç u shpjegon nga Tucker Carlson, vetëm 2 javë, 3 javë më parë, Pshteni thënë nuk është një agent i Mossadit apo i CIA-s. Ai është agenti atyre që kontrollon dhe CIA edhe Mossad. Qartë, Altin, me që jemi këtu, do më thënë, bëjmë një projekcion. Mendoni ju që Izraeli tani më kontrollon edhe presidentin e Amerikës, Donald Trump, si e shikoni këtë moment? Unë besoj që shantazhet janë mënyra si ka funksionuar gjithmonë politika e influencës botërore të Izraelit. Ka një histori që ne shqiptarët e pam për herë të parë në vitin 1988-93. Ishte filmi Oktapodi me Corrado Katanin, një film i famshëm për brezat ta. Mund të them një nga filmat shkollë në Shqipëri që shërbeu si për të edukuar botën e krimit, si për ata që janë me anën e të mirës. Në film është një personazh që përcakton gjithë kuptimin e pyetjes tënde. Është një personazh quhet Espinoza. Ky është jude, i cili përdor shantazhet dhe dosjet e kontrollit. Dhe kur Corrado Catani, këtë e pyet komisari, e pyet dhe thot, pra ti bën shantazh, i thot, si thot që ne jemi fuqia e fuqive, ne jemi mbi të tjerët, ne jemi forca e gjërave, jemi ata që kontrollojnë gjithë botën. Ai thot, e ke gabim, thot, nuk quhet shantazh, quhet shkëmbim kontratash. Që do thot dosjet e shpirtrave njerëzor që këta kontrollojnë, është mënyra e shantazhit se si funksionon sistemi. Dhe Donald Trump, si gjithë tjerët, nuk mund të shpëtojë dot nga kjo gjë, por në këtë luftë Trump është lojtar, nuk është thjesht një qen i përdori Bibi Netanyahu. Pse them është një lojtar? Të gjitha veprimet, të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur gjatë vitit 2025, po të shihen me ftohtësi, janë muajt më të vështirë të jetës historisë kësaj fuqie botërore në raport me njerëzimin. Dhe në këtë luftë do përcaktohet gjithçka se çfarë do ndodh me ta dhe me njerëzimin. Kjo luftë është botërore jo në kuptimin e përfshirjes së parë, po të interesit cilësor që luhet brenda në Washington, pasi lufta e tretë botërore bëhet në Washington. Aty brenda. Ka një shpjegim shumë bukur Stanley Kubrick te filmi Spartacus që tregon që gjithë lufta që ne shohim gjatë gjithë filmit të Spartakut me romakët në fakt është thjesht këtë angull shahu të luftës që bëhet midis demokratëve dhe republikanëve në Senatin e Romës lashtë. Pra, thelbi i gjithsaj lufte bëhet në Washington. Okay. Dhe ne aty do marrim përgjigje se si këta kontrollojnë Amerikën, si këta kontrollojnë Shtëpinë e Bardhë dhe se si po luhet loja e një lojtari që është Donald Trump me Partinë Republikane, që ai po luan siç kam thënë për një vit, ai luan me dy porta. Luan dhe me këta, luan edhe me krahun kundër këtyre. Okej. Me që jemi këtu Altin, nuk mund të le pa përmendur një emër si Jared Kushner. Në këto momente, çfarë përfaqëson ky njeri në arenën globale tani, jo thjesht në Amerikë? Unë kam studiuar gjithë historinë e Kushnerit. Pra ata që nuk e njohin është dhëndri Donald Trump. Unë kam studiuar gjithë historinë e Kushnerëve në Amerikë. Familja ambasadorësh? Familje të një lobi të fuqishëm në botën e financave dhe politike në Amerikë, e cila si familje ka qenë gjithmonë e lidhur ngushtësisht me familjen Rothschild, me familjen Soros dhe me familjen e Bibi Netanyahut. Janë një grup familjesh të forta, të cilat bashkëndohen dhe bashkëveprojnë në historinë e ekzistencës dhe suksesit të tyre. Jared Kushner është një yll i famshëm i viteve 2000 që tregon se si funksionon bota e miliarderëve në Amerikë. Janë gjithë fake. Çfarë sheftie më të mëdhenj janë fake. Janë gjitha krijesa të një lobimi të fuqishëm për të krijuar idenë e individëve të ndryshëm. Të gjitha janë për të programuar për të qenë aty ku janë nga ata që kontrollojnë financat. Po të kujtoj si parantezë që ka një shifër botërore
e cila quhet 346 miliard, më fal, 346 trilion dollar është borxhi i gjithë botës. Pra gjithë shtetet, Shqipëria, Amerika, gjithçka që ekziston në botë, çdo gjë që ka bota ka një total ku borxhi është përcaktuar 346 trilion dollar. Ndaj kujt? Ndaj këtyre. Ndaj bankave pra. Po kush i ka bankat? Po ç'është historinë e njerëzimit, vetëm këta mund të kenë. Sepse këta e kanë në fe. Se si të kenë banka ku ndaj nesh, po jo ndaj vetes, kurse ne kemi ndaluar të kemi banka. Viti 100, 200, 500, pas euroson, para euroson, viti 1000, viti 2500, 1700. Domethënë, sistemi bankar është i kontrolluar nga këta. Dhe kur ti kontrollon bankat, ti kontrollon shtetet, apo? Dhe lufta është bërë gjithmonë për të emetuar paran. Kush e printon paran? Ai është pushteti. Dhe Ta e printojnë paran. pra, rrim këtu. Familja Kushner është një familje e cila përket këtij projekti të madh kontrollit njerëzimit. Dhe Zhareti është një person që u sponsorizua drejt për drejt nga familja Soros, familja Rothschild dhe Izraeli. Për të nxjerrë këtë fytyrë që ne kemi së famshme sot në botë. Dhe ky u martua me Ivanka Trump, e cila nuk ishte jude, apo jo. Ky ishte jude, kjo jo. Dhe vitet kur u martua, kjo u konvertua dhe në fen jude, që ti e di shumë sa e vështirë është të konvertohet një femër dhe sa janë kaluar rregullat e lojës për ta promovuar këtë fakt. Ky ka qenë projekti më i rëndësishëm me Donald Trump, martesa e vajzës vet me Jared Kushner, për të kapërcyer pengesën kryesore për të kandiduar në Amerikë për president, që është ai paku. Nëpërmjet martesës Jared-Ivanka, Trumpi nuk u pengua që të kandidonte në vitin 2016. Apo 2015 më saktë kur fillon kandidimi i parë. Në 16 u zgjodh. Bukur. Dhe në vitin 2020, njeriu i parë që e ka tradhtuar Trumpit në shtëpinë e bardhë ka qenë Jared Kushner. Është larguar nga shtëpia e bardhë ditën që i ndodhen Trumpit këto vjedhje zgjedhjeve të tjera. Dhe dëshmia që e ka mbajtur në Kongres nuk ka qenë favor Trumpit dhe ti jo më kot s'e ke parë më asnjëherë Jaredin dhe Trumpin dhe Ivankën të tre bashkë në fushatën e vitit 2021. Po, e kemi diskutuar bashkë në studio këtu. Për herë të parë, ne e kemi parë këtë familje vetëm kur është paraqit kandidatura e presidentit zyrtarja, që është sipas rregullave që vjen gjithë familja, gjithçka janë. Patjetër. Dhe kur fitoi në 20, në nëntor, edhe po, që u bë betimi pastaj në janar, me 20 janar. Pra 3 herë kemi parë bashkë gjithsej në atë kohë. Në të gjithë historinë e Trumpit me Izraelin dhe me Lindjen e Mesme, ka qenë e qartë një gjë, që këtë përcakton Izraeli. Dhe Trumpi kur ka marrë Jaredin në grupin e vet, delegacionin e vet, nuk ka marrë si njeriu e Trumpit, e ka marrë si njeriu e Bibit, si garancinë e Bibit në negociata, dhe në paraqitje dhe në prezantime. Pasi Amerika, që ne njohim, është Amerika që bën atentat, siç i ka ndodhur Donald Trump në korrik, po nga këta. Dhe Jaredi i shkërkuar vetëm një javë para, 2 javë para, se Trumpit i ndodhte atentati, nga stafi i Trumpit, që të shprehë publikisht bashkë me Ivankën, që Donald Trump nuk është antisemit. Shpytje është kjo gjë, si mund thuhet Donald Trump nuk është antisemit? Pse duhet të thënë kjo gjë? Ishte akuzë i bëj Trumpit, e cila u zhduk pasi u bë atentati, pasi sondazhet e treguan Trumpin fitues, dhe gjithë u morën me të, dhe donatorët judej u afruan gjithë Trumpit me njëherë pas atentatit. Jaredi refuzoi bashkë me Ivankën ta bëjë këtë deklaratë. Kjo është marrëdhënia e tyre. Tani marrim tash marrëdhënien e Jaredit sot. Unë besoj se që Trumpi nuk është i shantazhuar nga dosjet e vështira. Trumpi është i shantazhuar nga dosjet Jared, po ta bëjmë në një figuracion, për shkak se ai ka qenë gjithmonë prezant dhe di gjithçka. Qofse ka një person që di gjithçka për Donald Trump, ky është Jared, sepse ka pas gocën e vet që ka qenë më e besuar e Trumpit, ylli në ngjitje, pasardhësia e Trumpit, qofse më në 2016 në 2020, ka qenë Ivanka, figura e Trumpit. Këtë e paraqiti First Lady kudo. Ky ishte personazhi që shumë drejt. Po tani e zhduku Trumpi 2020. Për shkak se kuptoi që edhe pandemin, Jaredi e drejtonte si procedurë në shtëpinë e bardhë, vaksinat, mënyrën e menaxhimit të pandemisë. Të gjitha këto gjëra Trumpi i mbylli ciklin 2020. Dhe prandaj nuk i pam më këto njerëz, i pam vetëm Ramën me Ishullin Zazavit, po nuk i pam me Trumpin. Pra më shumë e pam me Ramën se me Trumpin, Ivankën dhe Jared Kushner në para se të bëj president Donald Trump herën e dytë. Pra ky është për mua Jared Kushner, përfaqësuesi i këtij lobi, sa fuqie dhe si thosh, arsye pse e çon Trumpi tek Putini është për të negociuar direkt dorë të parë, dorë dytë. Ç'do të them? Lufta në Ukrainë nuk bëhet nga Ukraina. Vetë Evropa nuk bëhet nga Evropa. Këta janë të gjithë vegla, kukulla, që drejtohen nga ky lobi jude. Dhe u çon përfaqësues të lobit jude drejt takim me Putinin, sepse këta e kanë dorë luftën e Ukrainës. Ata janë gjithë tjerë të kukulla, edhe këta të Evropës janë gjithë kukulla.
Ky është koncepti im mbi ngjarjet Kushner. Okej. Altin, me që e përmendëm ngjarjet Kushner, po më the pak më herët që është tani në skaloni 2 Ivanka. Kush nga fëmijët e Trumpit është projektohet sipas këndvështrimin tënd? Deri tani deri para 2 muajsh, ta theksojmë këtë gjë. 2 janë personazhet më tipik të familjes Trump të përfshirë. Është gruaja e njërit prej djemve, ja harroj emrin në këtë sekond, po Janet Kollaj, e cila është promovuar shumë fort nga Trumpi në politikë. Është edhe djali Trumpit Junior. I vogli, Barron Trump. Donald Junior Jo, Trump. është për të ardhmen. Po, qartë. Qartë. Është ky djali tjetër. E kuptova, po. S'mo vjen emri. Që ka emrin e Donald Trumpit. Po pra, po. Juniori. Donald Junior Trump. Donald Junior Trump. Djali i vogël i Trumpit është për të ardhmen. Dhe për atë po investohet shumë ashtu si dhe Kaj, që është mbesa. Patjetër se është dhe çështje moshës, nuk diskutohet. Po janë figura që cilët ka rënë sy dhe deri tash janë okay në raport me mënyrën se si prodhohet imazhi publik, sepse ka edhe i rregull. Të fitosh votat e gjithë Amerikës, duhet të jesh i famshëm gjithë Amerikën. Patjetër. Duhet të jesh dhe në fshat dhe në qytet. Duhet të jesh dhe në periferi dhe në qendër. Pra ne bonte wrestling presidenti. Tash ai edhe u fut në Hollywood. 40 vjet ai punoi vetëm për famë. Sepse po nuk të njohin, nuk të votojnë. Okej. Dhe fama vlen më shumë se sa vlerat e tjera. Altin, me që kthehemi prapë te lufta, sepse normalisht edhe familja Trump po ndërlidhen gjërat me njëra tjetrën, sepse gjithë projektorët atje janë tek Trumpi. Mendon Altin që në Shtetet Bashkuara të Amerikës ekziston një lloj klime edhe qoftë për shkarkimin e presidentit Trump mbas këtij sulmi që ka ndodhur në Iran? Kemi edhe vetë brenda administratës ngjyra të ndryshme, raport me luftën. Për shembull, një akuzat që po i bëhet brenda 24 orëve të fundit shefit sekretarit të shtetit Rubio, është që i ka shfutur goja para 2 ditësh dhe ka thënë që për këtë luftë na detyroi Izraeli. Nga shfutur goja. Dhe këto shpëtimet e gojës nuk janë dhe shpëtime gojë, ti e di Lore. Janë mesazhe. Qartë. Këtë luftë bën Izrael. E dyta, ne kemi zëvendës presidentin, i cili është kandidatura për president vitin 2028. I cili nuk duket qeni luftës në këtë pozicion. Dhe Trumpi në fakt po abuzon me të, sepse po e mban pranë kësaj ngjarje. Do ta mbante pak larg. J.D. Vance. J.D. Vance ka i problem që duhet jetë më i pastër nga kjo luftë se sa është vetë realiteti. Dhe Trumpi po konsumon disi. Ai po mundohet të ketë lloj diferencë. Dhe një nga fjalët që ka thënë është që kjo luftë nuk mund të jetë e gjatë. Kjo luftë duhet të jetë e shkurtër. Pra, duke është kontradiktore me deklaratën e Trumpit nga ana tjetër. Po që ka menget madhe. Në fakt Trumpi po luan në poker kur thotë e ka menget madhe. Se Trumpi dhe të dojë se ka duhet me menget madhe. Për shkak të kapacitetit ushtarak, lloji ushtrisë amerikane ka të përcaktuar që mënyra se si bëhet lufta ajrore, se është lloj luftës, nuk është një luftë toksore. Jo. Lufta ajrore ka kufi. Ka të bëjë me furnizimin e raketave dhe me rikarikimin e gjithë flotës. Do të thotë, kjo lloj flote me këtë lloj raketash, me këtë lloj municionesh, nuk mund të furnizohet në det, si dikur në luftën e dytë botërore, që vite një anije dhe furnizonte një anije. Këtë lloj armatimi duhet të jesh i ankoruar. Po ku të ankurohesh, është gjithë zona e rrezikuar. Shumë larg ankurimi. Pra, ka ndërprerje lufta, ose më saktë përgjysmojnë kapacitetet. Po Izraeli, Altin, domethënë në këto momente ka fuqi që të përballet me Iranin, që i është fut kësaj aventure që aventurë po e ngjyros unë, ndoshta nuk është termi dur. Domethënë, ku mbështetet e forca vet apo mbështetet amerikane? Ata jetojnë për këtë aventurë. Jeta e tyre, esenca e tyre është ky lloj harakiri. Edhe fjala holokaust, që është një projekt biblik i tyre, ose më saktë i Torës tyre, ka kuptimin e një kurbani. Është i një kurbani. Po? Një sakrificë. Po? Pra nuk ka të bëjë. Po i sakrificet popullit vet. Po. Ky është përkthimi. Po ç'kuptim ka kjo? Po pra, le ta shpjegoj. Koncepti është që vetë fjala holokaust është sakrifica. Nuk është se thosh një ngjarje që ndodh. Është një sakrificë që ofrohet, kurban që ofrohet. Edhe ata nuk ja u ndjen fare aulon po fare, çfarë do të bëj bombardimi Irani atyre? Çfarë do të bëj? Pse e pagu popull, nuk e pagun elita. Ma kuptove logjikën. Ata janë një popull i keq përdorur, ata jetojnë si në psikiatri, u mësojnë që fëmijët vegjël si të urrejnë dhe të vrasin palestinezët. Ata janë thosh një çmendim gjigande e njerëzve të cilët nuk e kuptojnë dot realitetin botror. Dhe ata thosh janë arritur me atë frym dhe pranojnë edhe të vriten sa më shumë. Nuk kanë problem fare. Domethënë Izraeli
në bombardim nga Irani, do ta bombardojë Irani, e ka marrë parasysh. A ka kapacitet Izraeli për të përballë me këtë luftë? Këtë nuk e dim. Ajo që dim është që dëmet që i kanë bërë Iranit janë eksaktësisht ushtarake deri tani, janë ekonomike deri tani, dhe se ku çon kjo luftë, ne kemi parë që gjëja më urryer në vitin 2025 kudo në botë ishte Izraeli. Për mënyrën se si vran 20.000 fëmijë në Gaza, 30.000 fëmijë në Gaza. Është një histori, një spektakël ritual satanik do ta quaja, botror, që kanë pa gjithë bota, si këta vrisnin fëmijë për qef. Pra këta janë të urryer në gjithë botën, janë lakuri gjithë botën. Pra këta nuk kanë probleme me fytyrën. Po çfarë problemi kanë? Këta nuk mund t'i gjykosh dot. Pse nuk mund t'i gjykosh? Unë po të kujtoj një batutë ty që ma ka shpjeguar shok, që ka shpjeguar një nga mjekët më të njohur shqiptar në çmendinat e kohës komunizmit, sillnin shumë të çmendur, po siç edhe njerëz politik apo. Për t'i quajtur çmendur apo. Dhe i bënë elektroshok për t'i çmendur. Pyetja është si ka mundësi që në historinë e çmendinave shqiptare ne mund të kemi dëgjuar çdo gjë të gëshar me Shehun etj, por nuk gëshar në Evropën. As të çmendurit. Sepse është projeksioni i tillë i çmendurisë madhe ku jeton të gjithë Shqipëria. Apo edhe Izraeli jeton një çmenduri të madhe. Dhe ata janë pjesë e një ideologjie të çmendur, naziste do ta quaja, pasi e kam studiuar rastin e Gjermanisë naziste me Poloninë dhe më ka dhënë të kuptoj rastin e Izraelit me Palestinën. Më thënë, kush ka studiuar rastin gjerman me Poloninë, nazist, se si do zhdukësh populli polak, si do zhdukej Polonia, do bësh territor gjerman, dhe si këta do t'i shfarosnin polakët, se kanë thënë judejt, më kupton logjikën. Më thënë polakët, jo judejt, polakët. Përfshi dhe judejt, unë kam kuptuar si funksionon ideologjia polako-judehe, se ata gjithë asnjë s'është vend, janë gjithë kazar Polonie, janë jude Polonie, janë si thosh ashkenazit Polonie, Lituanie, Ukrainë, kjo është lloji i tyre, një ta gjë. Ata kanë projektuar një lloj nazizmi genocidial ndaj Palestinës dhe popullit palestinez. Dhe unë nuk mund t'i konsideroj ata njerëz normal dhe nuk i marr fare në konsiderat dëmet që u bën atyre, sepse ata i kanë zgjedhur atje. Ata jetojnë për këtë ditë. Ata sot janë të lumtur që po ndodh kjo ngjarje. Çado bombardimesh që vijnë nga raketat iraniane në Tel Aviv apo në qytete tjera të Izraelit. Pra unë shoh që pra nuk llogariten kosto njerëzore. Zero. Okej, mirë, do qëndrojmë pak këtu Altin, po do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Rikthehemi për pjesën e dytë të misionit për ta pyetur Altinin edhe ç'mendon për Bibi Netanyahu. Publicitet. Jemi rikthyer në studio për pjesën e dytë të misionit, një mision totalisht i fokusuar te ajo që po ndodh me Izraelin, me Iranin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo edhe me shtete rreth e qark Iranit. Avokat, do doja të pyesja për një emër, unë me këtë e përmbylla pjesën e parë të misionit, Bibi Netanyahu. Unë them Bibi Netanyahu, unë do kisha shumë qejf ta trajtoja në raport me George Soros. Po? Pasi bën shumë kuptim që ne të shpjegojmë si funksionon edhe Bibi si ideologji dhe përfaqësi, edhe Soros si ideologji dhe përfaqësi. Pasi vetëm krahasimi këtyre dyjave mund të na japi një pamje të qartë se si funksionon sistemi aktual dhe kjo luftë aktuale. Bibi Netanyahu përfaqëson sionizmin. George Soros përfaqëson shoqërinë e hapur. Çfarë bën këto dy dallime? Ka të bëjë me një projekt ideologjik të viteve 50, mbas luftës së dytë botërore, po, ku bota u projektua në dy formacione të reja ideologjike politike, që vinin nga Amerika si influencë, për shkak se ti themi gjërat siç janë, që Evropa mbas luftës së dytë botërore ishte e pushtuar nga Amerika. Pse them e pushtuar nga Amerika? Ne na kanë thënë shumë rrena për luftën e dytë botërore. Pasi ne dim që librat i shkruajnë fituesit apo të luftave. Po është rregull. E vërteta është që e gjitha Evropa ka qenë e përfshirë në luftë në bllokun gjerman. Pse ka qenë e gjitha Evropa në luftë bllokun gjerman? Po ti kthehemi pak kohës, pavarësisht ngjarjeve politike, siç është rasti i pushtimit të Polonisë, në thelb të gjitha sistemet politike evropiane nuk ishin me Amerikën, ishte vetëm Anglia dhe Amerika, sepse edhe Franca ishte pushtuar, madje qeveria e Francës ishte qeveria Vichy's,
që ishte një qeveri bashkëpunëtore e nazizmit. Pasi qeveria e De Gaullit ndodhi në mërgim në Londër. Ndërkohë që kur filloi lufta e dytë botërore, Anglia kishte fuqinë e Amerikës sotme. Në atë kohë në botë. Pas luftës nuk kishte më. Anglia falimentoi si perandori, totalisht. Lufta shkatroi dhe Anglinë. Anglia ngeli një Angli. Dhe me ngjarjet që ndodhen në vitet 50, 60, 70, nëpërmjet dekolonizimit, jo kolonizimit, Anglia u bë një fuqi minore në botë. Ishte Amerika fuqia kryesore. Patjetër. E gjithë Europa e luftës dytë botërore ishte me Gjermaninë. Të gjitha vendet. Edhe qeveria e Shqipërisë. Madje kishte qeveri edhe pro-gjermane në Serbi, madje qeveri pro-gjermane në Jugosllavi edhe në Greqi. Qeveri pro-gjermane në Francë dhe qeveri pro-gjermane kudo. Madje Finlanda ishte aleat, Hungaria aleat, Rumania aleat, Bullgaria aleat të Gjermanisë. S'ta i kanë thënë këtë gjëra, apo? E vërteta është kur u bë marrëveshja e Jaltës dhe Potsdamit, Evropa lindore u bë sovjetike, kurse Evropa perëndimore ishte pushtuar nga Amerika. Pse kanë rëndësi këto terma? Për të kuptuar se si influenca amerikane përcaktoi historinë e Europës. Dhe e majta dhe e djatha në Europë kanë qenë si thosh një dikotomi, pra një si thosh dy ekzistenca të së kundërtës bashkarisht në kontrollet përkatëse. Çfarë ndodhi mas rënies së murit të Berlinit? Mas rënies së murit të Berlinit, ideologjia socialiste fabianiste, judehe, pushtoi gjithë Europën, pasi vetë projekti i themelimit të Bashkimit Evropian ishte një projekt jude. Jo më kot von der Leyen doli para Parlamentit Evropian dhe tha që ky parlament ngrit mbi parimet e Talmudit. Mendo, dishim që në 12 krishterimit, jo Talmudit, apo jo. Dhe arsyeja pse e tha, ka të bëjë me historinë e vërtetë. Pasi ideologjia bazë që themeloi Europën quhet Kalergi. Kalergi ideologji është ideologjia se si do zhduken kombet, do zhduket familja, do zhduket feja, do zhduket krishterimi dhe do krijohet një racë mikse. Euro negroide. Një përzierje midis Afrikës, Azisë dhe Europës. Dhe ideologu quhesh Kalergi, Konti Kalergi. Dhe ky ideolog ishte ai që përcaktoi fatin e ideologjisë së kësaj Europe, e cila për shkak të konkurrencës me Bashkimin Sovjetik u detyrua të ruante disa vlera klasike, pas si thosh shtetet fuqishme përballë Bashkimit Sovjetik, dhe kur ra Bashkimi Sovjetik filloi dekadenca e planifikuar e të gjithë Europës. Tani ku hyn Soros e ku hyn Bibi këtë mes? Soros është fytyra e ideologjisë fabianiste, që quhet shoqëria e hapur. Globalizmi, qytetari i botës, pa fe, pa dhe, LGBT e kështu me radhë. Bibi është një projekt, si thosh, religjioz, do ta quaja, rabinik, ku i është dhënë një mision për Izraelin e Madh. Çfarë është Izraeli i Madh? Izraeli i Madh është një projekt që Izraeli të ketë kufit e vet në Egjipt brenda, në Siri, në Jordani, në Liban, në Arabi Saudite, që tregon më saktë një ekspansionizëm territorial, duke shkatruar dhe pushtuar vendet e tjera. Dhe çdo ushtar izraelit ka këtu një flamur që është Izraeli i Madh. Në mëngë. Ky është projekti ideologjik që ata e kanë bërë lavazh truri që të vegjël kanë shkuar në shkollë. Pra çdo izraelit është bërë herë lavazh truri dhe ata besojnë te kjo gjë. Bibi është si thosh Aleksandri i tyre. Është realizuesi i këtij misioni. Kjo është arsyeja pse ka këtë fuqi dhe nuk bën erë nga pushteti Eltim? Në këtë vështrimin tim ata që janë në koalicion me Bibin edhe më të keq se Bibi. Nuk ka më të keq se Bibi, nuk ka. Po ka dhe më keq, gjithmonë. Kur mos harrojmë këtë. Tani Bibi përfaqësohet një ideologji që quhet e djathtë. Kurse Soros një ideologji që quhet e majtë, apo jo. Tani ta shpjegojmë këtë gjë. Projeksioni i mashtrimit global që ata kanë ndërtuar në botë, është që kanë ndërtuar fytyrën individuale të djathtit dhe të majtit. Që i majti është një homoseksual antisionist. Kurse i djathti është një djathtë jo homoseksual, pra pro familjes, sionist. Një psikopati që ata kanë ndërtuar dhe kanë bërë lavazh truri njerëzve me dekada, dhe kështu kanë kontrolluar zgjedhjet kudo. Sorosi dhe Bibi janë dy duar, një e majtë dhe një e djathtë e këtyre familjeve të mëdha, Rothschild dhe në kohë. Dhe vetë Izraeli është një projekt i këtyre. Ky Izrael që është i sionit. Bibi përfaqëson pra Izraelin e Madh,
Kurse Sorosi, mbulimin e këtij Izraelit madh, nëpërmjet këtij socializmi fabianist, si thosh pro-palestinez e marrin disa, për shkak të se shohin vazhdimisht aktivistë e Sorosit në protesta, po në fakt gjithmonë me ngjyrat e Ylberit, gay. Për t'i mbajtur në kontroll parët. Pse? Pa shkon ti aty ku do të flamuri geti nuk shkon apo jo. Pra ty të kanë përcaktuar se ku do shkosh, aty ku është flamuri Izraelit. Këta kanë ndërtuar një botë mashtrimi të madh në Amerikë dhe në Evropë, dhe këtë përfaqëson Bibi edhe Sorosi. Po ti kapësh si dy figura kryesore, operacionale gjithmonë. Që do thotë në kuptim, në pasojën e këtij argumenti, sot Bibi përfaqëson Izraelin e madh. Pra luftën totale kundër gjithëve. Të 6 luftrat që ka bërë Amerika në lindjen e mesme, konsiderohen tashmë të faktura, që nuk janë luftrat e Amerikës, janë luftrat e Izraelit. Po kjo tani Altin? Këtu ka një debat shumë të madh dhe javët që vinë do vërtetojnë apo do rrëzojnë teza dhe antiteza dhe do argumentojnë teza dhe antiteza. Të gjitha palët ne do jemi në gjykim në vitin 2026 mbi projeksionet që ne kemi kuptuar dhe arrim të shprehim në raport me këtë gjë. Tani pyetja është çfarë është kjo luftë? Është luftë e Izraelit ku Amerika është qeni i Bibi Netanyahut dhe vepron, apo ka të bëjë edhe me interesa më të mëdha se sa kaq? Kush janë interesat e mëdha që luan? Interesat e mëdha që luan është shekulli 21. I gjithë shekulli është këtu. Këtë vit ne kemi të bëjmë me themelet e shekullit të 21. Pra 100 vjetët që jemi. Pse? Në këto 100 vjetë që jemi ne, përcaktohet se kush do të jenë fuqitë e botës. Dhe ne kemi parë një histori me Trump dhe pa Trump, që quhet BRICS. BRICS është aleanca Kinë, Rusi, Iran, Venezuelë, Indi e shumë tjera, apo? Në fakt, BRICS-i themelin e ka tek paraja, ashtu si edhe perëndimi ke paraja. Pra këtu diskutohet zhvillimi teknologjik, ushtarak, por mbi të gjitha kontrolli financiar. Tani po të shohësh, vendet e BRICS-it kishin rënë dakord që të kryen transaksionet e tyre pa dollar. Pyetja është çfarë e përcakton fuqinë amerikane? Dollari. Pse e përcakton fuqinë? Madje edhe euro varet nga dollari në çdo lloj kuptimi të fjalës. Sepse dollari është që në vitin 72 i bazuar në qarkullimin dhe depozitet e naftës në botë. Çdo thotë, deri në 72-shin dollari bazohej tek rezervat e arit. Për shkak të një mosmarrëveshje në thonjza midis Francës, De Gaullit dhe Amerikës, u zbulua që Amerika nuk kishte rezerva të mjaftueshme ari për të përballuar fuqinë e dollarit kohës vet. Që ishte monedha kryesore botërore që u ra dakord në vitin 44 në marrëveshjen e Bretton Woodsit, ku vetë judejt e Amerikës, siç ishte këtë rast Morgenthau, që mbahet figura më e rëndësishme po e panjohur në këndvështrimin e sotëm, një nga figurat më genocidiale në historinë e figurave judeje në historinë e njerëzimit, këta përcaktuan dollarin që bazoheshe si monedha bazë e botës dhe pretendonin se kishin arë mjaftueshëm për ta justifikuar. Në vitin 72 kalohet nga ari tek nafta. Çdo thotë. Nëse Venezuela, Amerika apo Rusia kanë këtë rezervë nafte, do thotë që dollari që qëndron mbi qarkullimin e naftës pas ka baza të qëndrueshme apo jo? Sepse nafta është e pafundme në gjitha vendet e botës, në Amerikë, në Rusi dhe kudo. Dhe nëse transferimet midis shteteve të naftës konvertohen në dollar, dollari ka një bazë të qëndrueshme likuiditeti. Pra lufta reale ka qenë si të mbajmë dollarin të bazuar tek nafta. Dhe krizat inflacioniste që ndodhen nga vitet 72 deri më sot janë projekte të Federale Rezervë dhe bankave të judejve, pasi Federale Rezervë vërtet quhet Federale Rezervë e Amerikës, po në fakt është pronë private e familjeve Rothschild and Company, të këtyre lloj familjeve, të gjithë bota dhe gjithë borxhi i botës varet nga këta, varet në thelb nga qarkullimi i naftës dhe nga depozitet dhe kontrolli pra i përdorimit naftës në botë. Projektet për të futur energjinë diellore, energjinë e pastër, ishin projekte antinaftë, apo ndërkohë bazuar ke një psikopati botërore, e shpikur po nga judejt, për të shkak të një kontrolli digjital në të ardhmen, futën dhe konceptin që nafta dëmton mjedisin, më kupton logjikën. Dhe Trumpi ktheu prapë politikën e naftës, apo jo, dhe gjithë botën. Pasi u kuptuaj që gjithë këto energji diellore, me erë, me budallëq e tjera, makinat me energji e tjerë, janë gjitha arrena të mëdha për të shkatruar industrinë e perëndimit, që shkatruan në Amerikë, që shkatruan në Europë, për t'ia dhënë gjitha Kinës.
Pasi vetë Kina është projekt jude. Ata e kanë fuqizuar, krijuar Kinën, para se ç'mendojnë njerëzit. Të gjithë ushtrinë e teknologjinë ushtarake ka kaluar Izraeli Kinës, madje Clintoni goditi Izraelin në një dokument unik në historinë e SBA-s, që i bëri ultimatum për shkak se u kuptua që kishin mbi 10 vjet që Izraeli çonte teknologjitë më të larta ushtarake amerikane në Kinë. Fshetas Amerikës, që ja merrte Amerikës dhe ja çonte Kinës, për të krijuar përbindshim përballë Amerikës, pasi ata fusin gjithmonë botën në një luftë konflikti për të shkatruar krishtërimin dhe gjithë civilizimin sipas projektit tyre mesianik që Bibli e përfaqëson në mënyrë më perfekte. Tani këtu kemi hallin Amerikës që luan mbi naftën. Dhe rasti i BRICS-it çfarë sillte? BRICS-i sillte shkatërrimin total, perspektiv të fuqisë së dollarit në botë. Pse? Se nxirrte jashtohen nga nafta. Në këtë moment, Trumpi, kur veproi në Venezuelë, të gjithë kujtuan se po pushtonte Venezuelën. Unë kam thënë, nuk ka asnjë pushtim në Venezuelë, se nuk ka as kapacitet me bëu Amerika pushtimin e Venezuelës. Shumë e madhe Venezuela për të pushtuar dhe se vlen. Kishte të bëjë vetëm me ndryshimin e politikës të naftës dhe të dollarit në raport me Venezuelën. Dhe ti shef negociatat, madje tash ka kaluar dhe një kanal që ndalon sanksionet ndaj Kubës për të lejuar naftën venezuelane të shkojnë në Kubë. Me kusht që transaksionet janë në konvertim me dollar. Pasi dollari qëndron në këtë botë mbi transferimin e naftës. Mbi naftë. Okay. Tani çfarë ndodh? Se këtu është gjithë lufta. BRICS-i po shkatërrohet si kapacitet për shkak se Venezuela dhe Irani mbulonin 30% të importit naftës së Kinës. Tani ku do e marrë Kina naftën? Në Rusi. Apo ja. Po kush e krijoi BRICS-in? Rusia. A u taku Trumpi me Putinin? Po u taku me Alaska. Pra, tashmë që rritet çmimi i naftës, kush fiton më shumë para? Rusia. Ku shkon varësia e Kinës? Në Rusi. Pra nuk është më Kina që kontrollon Rusinë. Është Rusia që kontrollon nëpërmjet naftës Kinën, për shkak se Kina është detyruar që të ngelet peng i Rusisë. Dhe bllokimi i ngushtisë së Hormuzit, që bllokon Kinën në radh parë, për shkak se Venezuela ka bllokuar Amerika më përpara, e detyron Kinën të shkojë drejt Rusisë. Pra, tu duket marrëveshja Putin-Trump. Tani kush bibi në raport me marrëveshje Putin-Trump? Sqaroni me Sorosin. Putini dhe Trumpi dhe Xia e kanë skualifikuar Sorosin si kategori ideologjike, personale, mafie, agjentura, po çfarë të duash ti, nga loja e madhe e tyre. Dhe këtu kemi tashmë bibi në rajon, Izraeli. Në këndvështrimin tim, unë nuk besoj që nga kjo luftë Izraeli do dalë i fituar. Dhe këto do të gjykohemi këtë vit për këtë fjalë që themi. Mundoj që Izraeli do dalë shumë i humbur nga kjo luftë. Për shkak të rrethanave të mëdha botërore. Vërtet do thuhet që ja hoqi një nga rreziqet e mëdha. Po ai rrezik ka ekzistuar kur? Nuk ka ekzistuar kur rreziku iranian ndaj Izraelit. Është një shpikje e tyre për të shkatruar siç e sollën pushtet ajetollat, sepse të kujtoj edhe diçka Aulan. Po. Ajetollat i sollën pushtet Izraelit në vitin 79. Pasi mafia e tyre, agjenturat e tyre në Francë ishin ato që sponsorizuan ardhen e Khameneit. Edhe këta të Manzës që mund të flasim më pas. Po, do të bëj pyetje. Po, edhe këta të Manzës janë krijesa asaj kohe Mossadit për të rrëzuar shahun në atë kohë që kishte kthyer Iranin, Persin, një nga lagët kryesorë të Shtetit Bashkuar të Evropës në rajon. Nuk ishte Izraeli, kaq i fuqishëm sa ishte Persia, raport me peshën që kishte për shkak të burimeve që kishte. Dhe koncepti që dua të shpjegoj njerëzve është që kjo luftë është lufta midis fuqive të mëdha që është krejt tjetër nga ajo që ne shohim. Putini dhe Trump në këtë histori janë bashkë. Kanë leverdi bashkë. Rusia bëhet superfuqi energjetike në raport me Kinën. Kurse Irani dhe Venezuela në fund të kësaj lufte do të kenë rregulla të tjera loje në raport me Kinën dhe transferimin e naftës në ekuivalencën financiare. Pasi për shkak sanksioneve si Venezuelë, si Iran, Kina blinte naftë me çmim shumë më të ulët se tregu. Po disa avantazhe për kostot e prodhimit kines që furnizon gjithë botën. Po qëllimi i Amerikës me Kinën kush është? Reduktimi i shpejtësisë së rritjes Kinës. Po kush është goditja më e madhe që mund t'i bësh? Energjia, nafta. Ajo është baza e gjithë industrive. Dhe në këtë logjik, Bibi dhe Sorosi duhen kuptuar në një lojë më të madhe ku Sorosi është në tatopjet. Ta shpjegojmë këtë për gjithë publikun. Është në tatopjet. Ideologjia e tyre varet vetëm nga zgjedhjet në Amerikë, që bën në vitin 2028. Por në vitin 2026 do përcaktohet fati 2028-s për shkak të zgjedhjeve në Amerikë. Sipas tezës time, gjithë u kam një vit që e reklamoj këtë argument,
është që lufta e vërtet do të jetë në primaret e republikanëve në vitin 2026, Se? mars qershor. Në ç'kuptim, domethënë te primaret E vetmja mënyrë që Shtëpia e Bardhë dhe Washingtoni, Capitol Hilli të çlirohen pak nga pak nga kanceri që i ka pushtuar prej dekadash, që është AIPAC-u, është që Partia Republikane të ketë kandidat të cilët janë anti-AIPAC ose jo AIPAC, pra jo të kontrollit jude. E vetmja mënyrë që këta të fitojnë primaret ke Partia Republikane, që pastaj të përballen me demokratët, është që Partia Republikane të jetë e përçarë totalisht, në mënyrë që establishmenti të dobësohet, pra AIPAC-u të dobësohet dhe kandidatët anti-AIPAC të kenë terren të lirë, të fitojnë vota për shkak të procedurës teknike që ndiqet në Amerikë në raport me Partinë Republikane dhe Demokratët. Si është procedura? Kur bën primare, dalin kandidatët e republikanëve dhe kandidatët e demokratëve. Ke republikanët, kur ti shkon dhe voton, ti mund të regjistrohesh, mund të jesh demokrat, mund të jesh republikan ose mund të jesh gri. Mund të votosh. Atëherë ti shkon regjistrohesh për kandidatin që do ti. Dhe shkon dhe voton kandidatin që do ti. Tani këtë do favorizonte një përçarje republikane kur është diskredituar MAGA, pra Make America Great Again, në Make Israel Great Again. MIGA. Pra America First përballë Izraeli First. Kandidatët që do dalin me America First kundër Izraeli First do kenë avantazh sepse do mbledhin vota majtas, gri dhe djathtas për të mundur kandidatët e AIPAC-ut republikan. Pas do bashkohen të gjitha votat e mundshme anti-AIPAC tek kandidatët republikanë dhe do dalin figura që janë kundër AIPAC-ut. Në momentin që marrojnë zgjedhjet, Trumpi ka përballë një realitet tillë. Ka kandidatë që nuk e duan Trumpin, nuk duan as Izraelin, por që partia duhet të fitojë zgjedhjet apo jo? Sepse është ai parimi që marrun primaret, është do të fitojmë zgjedhjet. Në këtë moment, Partia Republikane ka një establishment të ri anti-AIPAC në kandidim në vitin 2026, që është nëntori, që do të thotë Partia Republikane duhet të mobilizohet që të votojnë këta njerëz kundër kontrollit të Izraelit. Okay. Këtë operacion e drejton Tucker Carlson. Dhe ky operacion është prapë në lojë me Trumpin. Pra, koncepti është që kjo lufta e AIPAC-ut, kjo lufta e naftës në thelb do të përqendrohet në rezultat ajo që ndodhi në Amerikë në nëntor. Pra, Bibi Netanyahu dhe Izraeli dhe lobi jude këtë luftë që po bëjnë sot do ta paguajnë në nëntor. Dhe ne do shohim në nëntor kush do jenë kongresmen, gjysma e Kongresit, gjysma e Senatit. A do të jenë këta pro AIPAC apo kundër AIPAC? Po prit se kjo përcakton fatin e kandidatit për president në vitin 2028. Okay. Sepse republikanët kanë kapacitet për të prodhuar kandidat anti-AIPAC. Pra luhet. Po demokratët kanë kapacitet? Demokratët, unë po t'rregoj një lajm të fundit që Donald Trump sapo ka nxjerr fotografinë e Mandamit, që çfarë ka thënë për Trumpin, fashiste këto të tjerat, muslimani që fitoi New York. Kryetari i Bashkisë New Yorkut. Muslimani që fitoi New Yorkun kundër judeve, që fakt ishte edhe i Sorosit, dhe e nxori fotografi duke treguar që këta fitojnë për shkak se janë kundër Izraelit. Në fakt nuk janë kundër Izraelit, por janë vegla. Soros dhe me radhë. Koncepti është që është mesazh i brendshëm politik i kandidatëve republikanë me Izraelin e i humbur në Amerikë. Pra, fitoria reale e Izraelit duhet të jetë Washington. Ka pëlqyeshmëri Izraeli në Amerikë, po flas në popull Altin, jo në elita. Çdo ditë, Aulon, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. Në Amerikë ndodh një fenomen. Quhet vrima e lepurit. Ç'është vrima e lepurit? Vrima e lepurit të botës çuditërave, të liza në botën e çuditërave. Është momenti kur ti merr një informacion të ri dhe ti habitesh me atë që sheh. Në Amerikë ky fenomen ka mbi një vit që po ndodh në mënyrë radikale. Dhe arsyeja pse e vran Charlie Kirk po këta, ishte se ai u bë zëdhënësi i kësaj fryme. Në Amerikë po urrehet ky histori e botës, ky kontroll i botës, ky lobim, ky AIPAC, ky kontroll jude mbi njerëzimin, mbi para, mbi financat, mbi jetën e tyre, mbi krimet genocidiale ndaj fëmijëve në Gaza, genocidin e tjerë, çdo ditë. Që do të thotë elektorati amerikan në pranverë, që janë primarët, dhe në nëntor, që është finalja, tregon një urrëtie, jo një mospëlqim masiv që ndodh në Amerikë. Pra po kalon Amerika nga prokun dhe ka një analizë shumë bukur që e ka shpjeguar Tucker Carlson, që thotë e vetmi moment që mund bëjë kjo luftë është tani, se me këto breza që po rriten, këta s'do duan me ditë se kush është Izraeli, do e kenë në veri rolin e tyre. Qartë. Po në Europë Altin? Europa është tjetër gjë komplet.
Në raport me Izraelin. Europa është tjetër gjë. Në Europë ka pas efekt ai koncepti që tregova Soros, Bibi. Transseksuali, homoseksuali, antisionist, ke parasysh me flamurin e LGBT-ve edhe flamurin e palestines në protest. Ke parasysh Greta Thunberg, Jenny Karaj, ke parasysh edhe muslimanët shqiptar që dalin bashkë për fëmijët në Gaza, apo jo? E ke parasysh konceptin. Ai është koncepti Soros. Nga e kundërta, konservatorët që kanë një problem me invazionin, që ka prodhu po Sorosi, duke i quajtur migrantë, më kupton logjikën, që kthehet në një pro-sionizëm, si thosh konservator, po që është budallëk dhe tash pozicionet në Europë. Problemi ku qëndron në Europë, që forcat e djathta po përparojnë në elektorat, për shkak se kanë kuptuar që qeveritë e tyre dordolec, që përprodhojnë luftën në Ukrainë, varen vetëm nga zgjatja e luftës ose një katastrofë globale. Ndryshe ato do bien të gjitha brenda këtyre viteve që është Trumpi në pushtet. Dhe do thotë një Europë konservatore në vitin 2028, kur është koha e presidencës amerikane në zgjedhje, është një pritshmëri e madhe për shkak të zgjedhjeve që priten të ndodhin, raport me konfigurimin e ri të forcave në Europë. Ku pika më e fortë është liria e shprehjes. Liria e shprehjes përcakton vриnë e lepur, zgjimin e njerëzve për atë që pyeti për Evropën. Pra njerëzit po zgjohen në Evropë, po në një mënyrë të re, në mënyrë ndryshe, dhe po shkohet drejt një rrugë krejt tjetër që s'ka lidhje fare me Amerikën, për shkak se në Europë është ndjekur tjetër agjendë nga ajo që është ndjekur në. Okej. Tani kthehemi pak te Shqipëria. Po. Kemi kryeministër i cili mbajti fjalim në parlamentin e Izraelit, që është Edi Rama, i cili me sa duket fatin e vet e ka lidh drejt për drejt me këtë lobbying, po e quaj, se nuk e di ata quaj shtet apo jo. Sa e bukur kjo që të damajshën. Po patjetër. Jo, me këto që po më thu kështu del domethënë. Si shteti është koncepti rrem. Tani ne kemi një komunitet manës që janë mujahedinët, që domethënë quhen opozita në ekzil e Iranit. Kanë shpall qeverinën. Po, këtë doja të thoja, kam lexuar që ata kanë shpall qeverinë hije, domethënë që të vinë pushtet. Ku futet Shqipëria në këtë histori domethënë? A jemi ne të rrezikuar që ta nisim nga kjo kryesore, ndoshta duket të banale. Ky është çështë. Po pra, kjo është çështje, po në fakt nuk është banale. Janë kulturë. Nuk është banale. Jo, kur e cakton peshën e Shqipërisë Liliput në raport me palët, por nga ana tjetër kemi një gjë këtu në Manës, që janë këta mujahedinë. Jo, kemi gjë më të madhe në Surrel. E ke shumë gabim. Më e madhe do të Surrel. Njeriu që lutet çdo ditë, që Shqipëria të bombardohet nga Irani është Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Ai lutet. Ai varet shumë, ai e var fatin e vet nga bombardimi i Shqipërisë nga Irani. E ka ëndër, sot ka dalë lajmi final, e ka deklaruar vetëm Izraeli, e ka dalë nga gjitha dhënat, Shqipëria është në rreze. Rrezja shkon deri në Vjenë. Pra, sipas shërbimeve inteligjente, nuk është e vërtetë që Shqipëria nuk është në rreze, është në rreze. Problemi qëndron që numri kufizuar i raketave përcakton dhe prioritetet. Ku shkojnë raketat? A është Shqipëria një prioritet për Iran? Kjo është gjithë pyetja. Ne përfshihemi në rreze, po a jemi prioritet? Rama s'ka lënë gjë pa bërë për të qenë prioritet i Iranit në goditje. Pra Rama, ashtu siç ndodhi në vitin 2017, 18, 16, ku një nga qetë e luftës që Trumpi përzuri, Bolton, nëse më mend, po, John Bolton. Ai donte të përdorte Manzën, pra mujahedinët, donte të përdorte si një pretekst për të sulmuar Iranin, pasi donte luftë me Iranin që në atë kohë. Është njeriu që urrente më shumë Kosovën, e ke parasysh Bolton. Patjetër. Dhe që kur e pyetën për George Sorosin, ka rëndësi kjo gjë të them alo. Kur e pyetën për George Sorosin, ai tha musulman me teori konspirative. Pra ai përkiste komplet establishmentit pro-sorosian. Ky donte luftë me Iranin duke përdorur Manzën. Trumpi këtë e përzuri. Ky bëri libër kundër Trumpit dhe Trumpi tha, është një qenë që unë e përzura, se donte luftë me çdo kush duke shpikur edhe fals flagë. Çan fals flagë tash ta shpjegoj. Sipas të dhënave që për herë të parë i zbuloi Tucker Carlson dhe që më vonë po bëjnë lajmin e botës, Arabia Saudite ka arrestuar një celul të Mossadit, e cila projektonte të bënte terror mbi popullsinë e Arabisë Saudite në emër të Iranit. Këto quhen flamuj të rrem. Pra bën sikur është iranian, po në fakt është izraelit. Më kuptove logjikën. Për të prodhuar fals flag. Pra sikur Irani po sulmon Arabinë dhe kur u bombardua një nga rafineritë kryesore të Abu Dhabi, të Arabisë Saudite, Irani bëri një prononcim, çka keni pa bomba janë të mia të gjitha përveç kësaj. Që kuptoi kishte bëj Izraeli. Pse ka rëndësi kjo gjë? Se ka të bëjë me fals flagun, rreziku i madh që ka Shqipëria në këtë moment është nga raporti Ramës me Izraelin,
për të prodhuar fals flag. Mba më që u arrestuan dikur në një ndeshje Shqipëri-Izrael ca terroristë shqiptar. Unë kam thënë në atë kohë ky është fals flag. Lëra. Mba më të kur u tha që iranianët kishin marrë gjithë databazët e Shqipërisë në zonën qarkullim. Unë kam thënë në atë kohë, edhe këtë shkruajtur edhe kudo dhe kam reklamuar dhe kam argumentuar pse. Këto janë fals flagë, nuk ka sulmu Irani Shqipërinë. Është Shqipëria me Izraelin që po prodhojnë këtë realitet, që Izraeli të marrë kontrollin e sigurisë kibernetike të Shqipërisë. E ka marrë avokat? E ka marrë totalisht dhe kam treguar që e vërteta do ishte, po qese do ishte e vërtet, ne do kishim parë të gjithë databazat e kadastrës të nxjerra online. Fakti që ne nuk pam kur kadastrën online, aty ku kanë vjedhur gjithë pronat e shqiptarëve, tregon që nuk është Irani. Sa i do i bënte dëm Ramës. Çfarë do i bëri Ramës se su godit sistemi jon? Thjesht justifikim për cilë Izraelin. Pra, Izraeli sot kontrollon gjithë dhënat tona në Shqipëri. Mossadi kontrollon. Dhe unë frikën kryesore për rrezikun e Shqipërisë e kam ke fals flagë, flamujt e rrem të bashkëpunimit të Rama-Izrael. Ç'do thotë kjo? Ka ndodhur një ngjarje këtë javë që njerëzit e kanë tejkaluar, e kanë nënshkaluar. Qëndro këtu, prit. Po. Ka ndodhur një ngjarje kësaj javë. Po. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit. Jemi rikthyer për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit Avokat. Në Shqipëri ka ndodhur një ngjarje, the, pjesën e dytë të emisionit. Po. Është kapja e qeverisë nga lobi jude. Po? Në këtë qeveri e re, që nuk është qeveri, unë nuk e quaj fare shtet këtë që kemi, as qeveri, as gjykata. Unë i quaj thjesht një bandë e cila kontrollohet nga mafia Soros, ku Edi Rama është drejtori i përkatës. Ka vetëm një përjashtim tashmë që është Spaku, që është tashmë në duart e Amerikës totalisht të kësaj administrate të re, ka të bëjë me faktin që kjo qeveri drejtorësh, në kuptim literal të fjalës, tashmë është qeveri e kapur në pikat kyçe nga lobi jude në Shqipëri. Ç'do thotë kjo? Rama ka zgjedhur ministër të mbrojtjes, një pastor sionist i cili është koordinatori kryesor i Izraelit në Shqipëri. Që është? Ermal Nufi. Çfarë është ky personazh? Ky është koordinatori i kompanisë Kajo. Çfarë është kompania Kajo? Historia e industrisë ushtarake shqiptare prej 20 e ca vjetësh, që mas 97 sidomos, është komplet një investim turk në Shqipëri me ndihmë amerikane. Pse investim turk? Sepse Turqia ka investuar jashtëzakonisht dhe Rama brenda vitit kaluar, duke prishur gjitha marrëdhëniet që kishte me Turqinë dhe në një marrëdhënie konfliktuale totale që ka tashmë me Erdoganin, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, ka kaluar të gjithë investimin ushtarak turk në Shqipëri në duart e Izraelit. Në përmjet një kompanie private të drejtuar nga një personazh që për herë të parë shqiptarët e mësuan emrin nga Arben Ametaj kur po denonconte Edi Ramën. Quhet Ron Xhefet. Ky person, që duhet të jetë krejtësisht i Mossadit, nga gjithë fuqia e tij që ka demonstruar, është në listën e zezë të NATO-s, për çështje tenderimesh, për shkak të një korrupsioni nga një anë, po që gjithmonë ne dimë që kur flitet për judet dhe korrupsionin dhe raport me blacklistën e NATO-s, ka të bëjë me interesa të tjera, që ka të bëjë me shërbime inteligjente, që është të rast Mossadi. Po. Dhe Ron Xhefet tashmë ka ministër mbrojtje, koordinatorin e tij, ministër mbrojtje të Shqipërisë. Po njëjta gjë ka ndodhur në Ministrinë e Drejtësisë, janë pikat kyçe. Pse Ministria e Drejtësisë është e rëndësishme? Koka që drejton Ministrinë e Drejtësisë është një pastor tjetër sionist, që është Toni Gogu, i cili dhe ky është në shërbim të lobit përkatës, të cilët kanë fuqinë tashmë ke Ministria e Drejtësisë, ke e gjithë korrespondenca penale ndërkombëtare e Shqipërisë, sepse sipas legjislacionit ton, çdo korrespondencë penale, çdo thotë marrëveshje, letra, ekstradime, çdo gjëje, informacione, kalon zyrtarisht nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe pastaj Ministrinë e Jashtme. Po kush e zgjedh Ministrinë e Jashtme? Ministrinë e Jashtme zgjedh një ministër, i cili dhe ky përket lobit jude. Është ai famshmi që vati dhe kërcënoi Putinin dhe Lavrovin, që la nam në Këshillin e Sigurimit, e mban mend historinë.
Këta personazhe Rama ja ka dhënë koncesion totalisht Izraelit. Dhe janë personazhe të cilët i shërbejnë në frikën time një operacioni fals flagësh, flamush të rrem, për të prodhuar në Shqipëri ngjarje që implikojnë territorin e Shqipërisë në sulmet e Iranit. Ç'do thotë kjo? Kjo do thotë që Manza është një minë me sahat dhe ata kanë shkelur statusin e refugjatit në Shqipëri duke shpallur në territorin shqiptar qeverinë hije të Iranit. Pra armik kryesor i Iranit, apo jo? Ju mbani më kur vajti policia në Manzë. Po. Duhet kishte vajt policia në Manzë kur ata shpallën qeverinë hije. Se shkelën statusin e refugjatit. Ata nuk mund të kryejnë ndërri politike në Shqipëri, apo jo? E lëmë pastaj subversive me Iranin. Dhe veprimi i tyre për të shpallur qeverinë hije është pjesë e këtij operacioni, sepse ata janë pjesë e këtij operacioni. Dhe Shqipëria sot është e rrezikuar për shkak të Surrelit dhe të Manzës. Pasi kryeministër që nëpërmjet një implikimi territorial të Shqipërisë në bombardimet e Iranit, të vërteta apo të rreme, i jep atit një fuqi shpëtimi në raport me krizën ku ndodhet aktuale, sepse kthehet në viktimë dhe si përfaqësues i viktimës, Rama merr rol suporti për shkak se ka armik Iranin, apo jo? Patjetër. Kjo është loja që unë them është e ndyrë, por ka kaluar në heshtje në raport me mediat shqiptare. Okej. Dhe ndërkohë, po tani në këtë periudhë, jo më kot Rama bëri një letër bashkë me Vučićin, drejtuar Bashkimit Evropian. Se lidhen gjërat. Lexova një analizë mrekullueshme të Dritan Goxhaj, pikërisht me këtë temë, ku ka ndodhur një akt i jashtëzakonshëm tradhtie në ditët që ne kemi kaluar pa e kuptuar në farë, në unën tonë. Letra e Ramës dhe Vučićit ka qenë thika më e thellë që është ulgur ndër Kosovës në historinë tonë 36 vjeçare. Dhe e di pse. Sepse në momentin që Evropa ka përcaktuar kushte për Serbinë, që lidhen 100% me Kosovën, Po. në një moment kur është përcaktuar që fati i Serbisë do përcaktohet nga njohja e Serbisë për Kosovën, Rama bën një letër bashkë me Vučićin, drejtuar Bashkimit Evropian, që i thot na fusin edhe të dyve bashkë ose s'futemi hiç. Ç'do të thotë kjo? Ku ishte Kosova në këtë mes? A ka akt më të lartë tradhtie për Kosovën sa ti të bësh presion në Europë që ne dhe Serbia duhet futemi bashkë, duke përjashtuar njohjen e Kosovës dhe vetë Kosovën? Pra, po ta shohësh, ne kemi të bëjmë me fjalën Quisling nga A-ja ke Z-ja, pasi ne drejtohemi nga qeveri Quislingi. Aty ka qenë teza ime gjithë jetës. Ne kemi një qeveri Quislinge, e cila ka plan të shpopullojë Shqipërinë, pra të realizojë qëllimin, projektin. Ndërkohë që kam nxjerrë tezën në shtator 2024, kur doli projekti antishqiptar më i madh që kishim parë ndonjëherë në 70 vjet, krijimi i shtetit Bektashi, cënimi i sovranitetit kombëtar, i cili u harrua për shkak të administratës Trump, sepse ata e refuzuan. Që është një projekt totalisht i Mossadit, Izraelit. Dhe këta pastor sionist përcaktojnë që janë sionist nga raporti që kanë me shtetin Bektashi. Këta janë gjithë promotorët, reklamuesit. Dhe këtu ndahet shapi nga sheqeri mbi pro-shqiptarët dhe anti-shqiptarët. Pra, këta pastor pro-shtetit Bektashi, këta hoxhallar pro-shtetit Bektashi, këta priftërin pro-shtetit Bektashi janë të gjithë armiqtë të Shqipërisë. Por administrata amerikane e ka mohuar shtetin Bektashi. Prandaj se ke dëgjuar më që të jetë i artikuluar. Po kush e bën reklam në këto fytyra? Këta ministra, këta pastorë sionistë. Avokat, ti ke edhe i tezë tjetër që Shqipëria mund të jetë një Izrael i ri. Unë besoj që në shtatore kam nxjerrë këtë tezë kur pash shtetin Bektashi, që mu plotësua dhe puzzle i fundit i gjithë projektit të agjendës shpopullimit. Mbahet sekret në Shqipëri informacioni imobiliar i blesë pronave në Shqipëri nga izraelitët. Dhe projekti real i Sorosit është një Shqipëri e zbrazur me kolonë jude dhe me sklever që vinë nga Filipinet, India, Amerika Latine dhe Ukraina. Këta sklever do të popullojnë Shqipërinë, këta do të popullsia e shqiptare. Mami si thoshte Rama atëherë, sa nuk din shqip janë të mirë këta që do vinë, se bën me shqiptarët që bëjnë zhurmë. Këta janë turtë dhe këta kur të mësojnë me folë do i përzen. Mban mend atëherë. Mban mend që mbas tërmetit Rama tha do marrim punëtor nga vendet përkatëse. Ka dalë një surrat këtë ditë, ka një 6 muaj që del, që thotë në Shqipëri do të vinë 1 milion, 2 milion emigrantë.
është një fytyrë kraj djathtë i Ramës. Është një biznesmen shqiptar që merret me importin e emigrantëve dhe me administrimin e emigrantëve. Dhe ky ka lobuar për t'u hap ambasada shqiptare në Indi, që India të bëhet furnizuesi me 1 milion sklever nga India për llogari të këtyre kolonëve të ri që po vinë në Shqipëri. Pra projekti i tyre është një Izrael krejt tjetër nga ai që kemi atje. Pse? Ky Izrael është e kundërta Izraelit sionist. Ky është Izraeli i paqes, ku nuk do ketë palestinez të vrarë, as fëmijë të vrarë. Do ketë vetëm familje shqiptare të përzëna, ku paraja e tyre do të blejë Shqipërinë dhe do jepet me koncesion nga Edi Rama si drejtori i këtij projekti. Izraeli i ri i Ballkanit është Izraeli i shoqërisë së hapur. Dhe këtu në projekt përfshihet edhe Kosova dhe trohet shqiptarët në Maqedoni. Është ky projekt i ndyrë anti-shqiptar, i cili po zbatohet nga kjo qeveri dhe ndryshimet e reja qeveritare, që nuk janë fakt qeveri, është një band, një qeveri drejtorësh po e quajmë, ku pengjet e Beline Balluku duhet zbatohen në konsensusin e dur ndërkombëtar, që ka të bëjë Izraeli gjithmonë në këtë rast. Unë besoj që ne ndodhemi sot në pikën më të keqe historike për shkak të pasivitetit shqiptarëve, që këto i quajnë teori konspirative dhe kur të kalojnë 10 vjet do fillojnë njësoj si me idenë e shpopullimit. Para 10 vjetësh që unë thoja dhe njerëzit thoshin që shkruaj çmendur që thotë që do shpopullohet Shqipëria, ka një agent për të shpopulluar Shqipërinë. Ç'ne qeveria që do të përzejë shqiptarët, ç'ne biznesi që i Ramës, pra biznesmenët e Ramës janë të interesuar që të mos kenë as punëtor dhe as konsumator. Jo, projekti nuk varet nga këta. Këta janë Edi Rama është thjesht drejtori i këtij projekti. Edhe një ngjarje në Rio, në Roskovec, në Durrës, për shembull për largime shqiptarësh nga pronat e tyre, apo siç është rasti Roskovecit që u ngrihet një impiant gazi helmues mund mes fshatit që ata të largohen gjithë, apo rasti Riollit që po u marrin tokat e Bregdetit, gjithë banorëve që të mos kenë më asnjë të ardhme, sepse kur njeriu ka pronë vlla ka arsye të mos ikë nga Shqipëria. Po kur ti ja merr pronën, ç'do bëj në Shqipëri? Do largohet apo? Patjetër. Si s'ka çu le fëmijëve, kjo është shumë e thjeshtë. Shqiptarët nuk janë shumë pasiv për ta kuptuar këtë që po them unë tani. Siç ishin para 10 vjetësh, para 12 vjetësh, kur flisnin për këto tema. Domethënë njerëzit nuk e kuptojnë dot sa i rëndësishëm është ky moment historik për ta. Shqipëria është në rrezik ekzistencial, ekzistence mas 2-3 vjetësh, vëlla. Në qoftë atyre ata kanë teorinë jude që na shpërnduar para 3.000 vjetësh, ne e mbajtëm 3.000 vjet e do ikim në fund të këtij 3.000 vjeçare. Të ekzistencës tonë si kombinjons, ne jemi shumë të vjetër se ka. Altin, po ç'duhet të bëjmë neve në këtë rast që ta, domethënë, shkojmë te konkluzioni tani. Ç'a duhet të bëjmë neve shqiptarët në këtë rast? Un kam një apel për gjithë ata që na ndjekin. Po. Të shkojmë të shtunën gjithë në Rion, në Velipoj, bashkohemi me ata banor për të krijuar modelin e rezistencës. Domethënë, të japim një model të bashkimit shqiptarëve, një beslidhje shqiptarëve, që të mbrojmë njëri tjetrin jo kur na vin halli ke shtëpia, por kur ka halli tjetër se do na vi dhe neve më vonë. Të kemi solidaritet tjetër, të kuptojmë që jemi të gjithë bashkë për të mbrojtur. Të fillojmë këtu dhe të rrëzojmë këtë qeveri, e cila është qeveria kuislinge, anti-shqiptare, që po fut thika Kosovës, por mbi të gjitha po realizon projektin e zbrazjes së Shqipërisë. Unë nuk përfaqësoj opozitën, unë jam një individ i cili kandidova me një formacion konservator, Alianca Konservatore për Shqipërinë, dhe mbas gjithë është dorëheqje për shkak të rezultatit dobët, që ishte edhe faji personal, por mu them me plot gojë, nuk ka rëndësi se kush është opozita, nuk ka rëndësi kush janë opozitarët, e rëndësishme është që ne të krijojmë frymën tonë dhe alternativa Alianca Konservatore, mund të themi është vetëm një alternativë që ekziston në Shqipëri, e cila është e qartë në objektivin e saj, raport me pronën, raport me kontrollin nga judejt, nga Soros apo Bibi, është e qartë në raport me sovranitetin, është e qartë raport me migracionin, ka qenë e qartë dhe mbi të gjitha ka projekt shumë të qartë si shpëton ky vend dhe ku gjenden paratë për ta bërë e shqiptarëve në atë që dikur Fajkonisa e quajti kopshti i Europës, shkëmbori i Europës Lindore, në kuptimin e kopshtit Eleni. Ne jetojmë në një kopsht Eleni që na gënjen sikur është ferri. Në fakt është parajsa. Kur ne ta kuptojmë këtë gjë, ne do shpëtojmë. Unë si Altin kam vetëm një thirrje, bëhemi gjithë bashkë të harxojmë këtë qeveri. Okej, Altin, unë të falenderoj për këtë gjithë emision që bëm bashkë edhe për përgjigjet e sinqerta që më dhe. Sigurisht që këto thirrje ne do t'i bëjmë her pas here se ti je i ftuar i përhershëm në emision. Faleminderit. Faleminderit tyja, Ulon, që më dhe këtë mundësi se ti e di shumë mirë. Unë jam censur dhe një nga arsyet e censurës është dhe kontrolli Soros mbi media shqiptare. Ti je në censur se thu këtë që the gjatë gjithë emisionit, prandaj.
Nderuar miq, do ndjekim dy materialeve së fundmi, një material që ka të bëjë me përpjekjen e banorëve të Gramzës, të cilët kanë dalë në protestë për të rregulluar 500 metra rrugë të daljes së autostradës Tuman-Kashar. A e lejnë me qëllim apo pa qëllim, hajde ta diskutojmë, por ata kanë bërë protestën e tretë dhe do ndjekim një material të kësaj proteste, ndërkohë protesta e radhës do jetë të shtunë në orën 10, po të këtyre banorëve që bllokojnë rrugën në mënyrë sistematike një herë në javë, pastaj të shohim se çfarë veprimesh do ndërmarrin, dhe materiali i dytë do jetë një shtrim rrugë që kanë bërë vetë banorët. Kanë mbledh çdo familje nga 50.000 lekë në fshatin Ura Gjolës Bilaj, sepse nuk e shtron shteti. Kanë mbledh çakull edhe dalin e kanë shtruar vetë. Kanë marrë dhe skavatorin edhe maunet me çakull dhe e shtrojnë vetë. Unë nuk e di se çfarë rol luan shteti në këtë rast dhe çfarë kuptimi ka qeveria apo bashkia, kur vetë banorët vetë qeverisën në këtë rast, për të mbrojtë mbrojnë vetë, për të shëruar shkojnë nëpër spitale private, rrugët i shtrojnë vetë, taksat pse i paguajnë. Ndjekim këto dy materiale dhe do doja t'ju leja takimin e radhës ditën e mërkurë, po në të njëjtën orë, ndërkohë ju kujtoj që ky emision transmetohet edhe nesër, por edhe gjatë fundjavës. Natën e mirë. Kjo është situata rrugës që bëjtë. Banorët e zonës, jo vetëm të Gramsës, Shukthit Vendas, Bregut Lumit, por edhe disa banorë të Thumanës dhe të Dervenit, kanë dalë sot për me kërku një drejtë legjitime. Këta që qeverisin sot e kanë marrë vesh që ne do organizojmë protestë edhe ditën e djeshme kanë ardhur kanë hedhur çakull, tani do ju lutesh ata fokusojmë pak. Domethënë, imagjinoj këtu kalo kamioni çdo ditë, unë do bëj vetëm këtë lëvizje, shi si shko çakulli. Kjo është situata rrugës që bëjtë. Ja ku bo gropa vetëm i lëvizje koma. Në rast se këta, domethënë këta i quajnë standard evropian këtë lloj rruge, ne po tërhiqna apo ikim krejt të shtëpia. Në rast se ai drejtori RRSh vje këtu e kalon me makinën e vet, po këta e bëjnë për ditë këtë punë. Pra kjo është rruga që shtrojnë këta. Prandaj thirrja nuk është për çakull. Pra të vinë ta shtrojnë, janë të mirëprit, se për 500 metra rrugë kanë lënë këtë punë, pra ne u bë vargu makinave tani. Se edhe këta s'kan qejf me u nxjerr jetën e robëve, po i kanë nxjerr halli këtu. Edhe janë njerëz që e bëjnë për ditë këtë rrugë. Këtu rrezikohet jeta e fëmijëve të këtyre, jeta këtyre moshave të treta, sepse ambulanca këtu do të paktën 25 minuta me hik në fshat. Në një rrugë normale do shkote për 5 minuta. 500 metra rrugë nuk e shtrojnë dot. Kjo është pyetja. Në rast se këta nuk e shtrojnë dot, do çohen banorët vet, pastaj më mbledh lek me shtru vet, me asfalt. Rrugë, 500 metra rrugë, janë vetëm këta firmat, na prishin makinat, unë shkoj e di pri punë, pri thomani, e di më gram, do 3 orë më shku për shtëpia. 500 metra rrugë është, një protestë paqësore, një protestë vetëm thjesht me shtru në asfalt. Dje kanë ardhur kanë shtruar të çakull, sa me myll sët njerëzve. Kjo është e disata herë që banorët e fshatrave të zonës fushore të bashkisë Krujë janë mbledhur për të bllokuar këtë segment e cila lidh autostradën dhe fshatrat e tyre me rrugën nacionale. Faktikisht kjo është porta hyrëse e bashkisë Krujë, e Krujës turistike. Dhe kjo është një katrahur, siç po e shikoni. Ata të cilët sot po na shikojnë me sy të shtrembur, sepse ne ju kemi bllokuar rrugën për të kaluar, duhet na bashkohen ne në këtë protestë, i bëj thirrje edhe gjithë biznesit zonës që të reagojnë, sepse po dëmtohen edhe ata, të cilët po lënë, më falni për shprehjen, po lënë lesh të kokës me shërbime në mjetet e tyre, pra po thyen balestrat, po prishin aspekte të ajrit të trailerave, të kamionave që po komunikojnë në këtë segment prej 500 metrash, të ndërhyjnë. Nuk është e pa që bëhet. Edhe nesë po kërkojmë diçka të veçantë, 500 metra rrugë të shtrojnë që nuk i kushton asnjë gjë. Kjo ka qenë asfalt i rregullt, kjo është prishur në hedhër. Gjëja më e thjeshtë, nuk kërkojmë diçka që do ta bëni gjatë mirë ne këto. I rrugën 500 metra rrugë ashtu me asfalt që kushton, i ditë punë kanë. Makinat dëmtohen, s'ka asnjë lloj parametri për të lëvizur kamionat dhe tonazhin të lartë këtu. Kjo është shtrimi rrugës.